strukturat vendore të Policisë Tiranë janë angazhuar maksimalisht për parandalimin e ngjarjeve kriminale, evidentimin dhe goditjen e palishmërisë, kapjen e personave në rrokim të atyre që qarkullojnë me armë zjarri apo tentojnë të trafikojnë ato, për goditjen e trafikimit të lëndëve narkotike, si dhe për ndjekjen në dinamikë të konflikteve dhe denoncimeve të drejtuar nga qytetarët. Në këtë kuadër, me zgjidhjen e sotme, fal punës operative të bërë nga struktura e seksionit për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, është organizuar dhe finalizuar operacioni policor drejtimi, gjatë të cilit u parandaluan dhe u godit një rast i tentativës për trafikim të drogave të forta në sasi të konsiderueshme. Në kuadër të operacionit u bë i mundur kapja dhe arrestimi në flagrant i shtetasëve Mirland Herri, 51 vjeç banues të Maminës Durrës, Lufim Hoxha, 41 vjeç lindur në Dipër dhe banues i Maminës Durrës. Nga ana e seksionit për hetimin dhe narkotikëve, u sigurua informacione në rrugë operative se do transportonin një sasi të konsiderueshme lëndëve narkotike në zonën e Treshit, në afërsi të një shtulla 3 në Durrës. Mbi bazën e këtyre informacioneve, u organizua në një kohë shumë të shkurtër dhe u finalizua operacioni policor i koduar drejtimi. Gjatë operacionit në rrugën Kastriotët është konstatuar automjet tip Benz Mercedes me 2 shtetas të dyshuar, të cilët po transportonin këto lëndë narkotike. Shërbimet policore të seksionit për hetimin dhe narkotikët kanë ndërhyrë dhe kanë ndaluar automjetin e dyshuar. Gjatë kontrollit të ushtruar në brendësi të automjetit, shërbimet e policisë kanë evidentuar në një çantë në brendësi të cilës kishte 7 pako me lëndë të dyshuar narkotike. Konkretisht, 4 pako lëndë narkotike heroin me peshë 2 kg me 103 gram, si dhe 3 pako me lëndë narkotike të dyshuar kokainë me peshë 3 kg dhe 120 gram. Dhe në këtë kuadër nuk mund të bëjmë me dije detaj të tjera rreth këtij operacioni. Ky operacion është në vazhdim e operacioneve të njëpasnjëshme të zhvilluar nga strukturat vendore të Policisë Tiranë për goditjen dhe shitjen dhe trafikimin e lëndëve narkotike, ku jo më larg se 2 javë më parë u kapën 2 shtetas me 250 gram kokainë, si dhe gjatë 2 javëve të fundit janë finalizuar disa operacione për kapjen e personave në rrokim me rrezikshmëri të lartë shoqërore, atyre që qarkullojnë të armatosur ku ishin përfshirë edhe disa shtetas të huaj. Gjithashtu, nisu nga një rast shumë i pret për një përplasje me armë të ftohta të rreth 28 personave të mitur, nga mosha 13 deri 17 vjeç, fal marrjes në kohë të informacionit angazhimit maksimal të Komisiatit nr. 6, si dhe forcave operacionale Shqiponja të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, u bë i mundur për rreth 72 orë nga verifikimet e bëra dhe nga struktura e hetimit të krimit kibernetik në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë dhe informacionet e marra nga shërbimi në terren të evidentoheshin dhe të parandalohej një ngjarje shumë e rëndë kriminale me pasojë fatale për jetën e të miturve. Falenderojmë të gjithë shërbimet policore për punën profesionale të bërë për parandalimin e këtij konflikti. Njëkohësisht, përfitoj nga rasti ku drejtojmë prindërve të bashkëpunojnë me inspektorët e policisë së zonave me patrullat e përgjithshme që janë në terren për çdo rast të dyshim që konstatojnë të fëmijët me qëllim ndërhyrjen në kohë për parandaluar ngjarjet me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Të nderuar qytetarë, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë mbetet e angazhuar maksimalisht dhe ka të gjithë kapacitetet për të garantuar rendin e sigurinë, si dhe për të luftuar çdo palishmëri, por e vetme pa ndihmën tuaj ky mision i shenjtë do ishte të cunguar. Ndaj denonconi në kohë pranë strukturave të policisë në numrin 112 për çdo rast palishmërie. Na mbështesni dhe besoni akoma dhe më shumë. Së bashku të garantojmë një ambient akoma më të sigurt. Ju falenderoj.